Brisku çudibërës. Një djali të ri i kishte shkrepur në kokë të merrte për grua të bijën e mbretit dhe pa i bërë syri tër, shkoi dhe i lypi dorën e vajzës. Mbreti si e dëgjoi i tha: "Mirë, po ta jap vajzën, por me kush që brenda 8 ditëve të më gjesh 3 kuaj, njëri i zakonshëm, qime bar e pa ndonjë nishan, tjetri i pashaluar, qimezi e me kokë të zezë, dhe i treti i pambathur, qimezi por me kokë dhe këmbë të bardha." Këtë dhurat e kërkoj për vete, ndërsa për gruan time mbretëreshën kërkoj të gjitha mirësitë që mund të sjellin këta 3 kuaj. Bëj këto që po të them dhe pastaj mund ta marrësh për grua vajzën time. Kur dëgjoi këto fjalë, i riu u zhyt në mendime të thella dhe si e falenderoi mbretin, u largua duke shpresuar të gjente një rrugëzgjidhje. Për fat të mirë, kur djali kishte qenë para mbretit, vajza e kishte parë dhe i që dukur djali më i bukur në botë dhe i kishte pëlqyer kaq shumë. Ajo i çoi një letër me një shërbëtor besnik ku i shkruante që të nesërmen të shkonte tek ajo herët në mëngjes, fshehurazi, po që se vërtet dëshironte ta merrte për grua. Po atë natë, ajo mori briskun e të atit, të cilin ai e mbante në xhepin e brendshëm të xhaketës. Dhe të nesërmen doli për të takuar djaloshin. I shtrënguan duart njëri tjetrit dhe u betuan se do të duheshin për jetë. Vajza e mbretit i tha: "Tani hipi kali tim dhe nisu shpejt e shko drejt në pyllin e zanave. Kur të arrish në një kodër me 3 maja, rrotullohu nga e djathta në të majt, derisa të shohësh një livadh ku kullosin lloj-lloj kuajsh." Midis tyre, zgjidh 3 kuajt që ka porositur i madh. Po të tremen kuajt dhe t'ja marrin vrapit, atëherë këtë brisk që po t'i jap nxirre në diell dhe rrezet e tij do të ndriçojnë krejt livallin. Aty do të mblidhen të gjithë kuajt e do të shtrihen para teje si shqera. Kështu do të zgjedhësh ata që do. Si ti kesh zën kuajt, vështro rreth e rrotull derisa të gjesh një selvi në mes të livadhit. Rrënjët e saj janë prej bakri, degët prej argjendi dhe gjethet prej ari. Shko dhe ngule thikën në rrënjët e saj. Menjëherë do të shpërthej një thesar i vërtet parash, bakri, argjendi dhe ari. Ngarkoji ato mbi 3 kuajt dhe ktheu shpejt në pallat, sepse kështu ja mbush mendjen Timeti që je një dhëndër i Zotit dhe ai do ta pranoj kërkesën tënde. I riu u gëzua që do të kaleronte mbi kalin që i solli e bija e mbretit, futi në brez briskun çudibërës dhe u nis për në pyllin e zanave. Kur mbërriti te kodra me 3 maja, pa livadhin me kuaj gjithfarësh. Kuajt sa e pan u trembën, por ai nxori briskun në diell dhe sa kaq livadhi u ndriçua, siç ndriçohet pylli kur lind diell. Dhe çdo shifte, nga të gjitha anët dolën kuaj, njëri më i bukur se tjetri, që i vinin pranë dhe binin në gjunjë para tij. Djali i bëri syt 4 që të zgjidhte mes tyre 3 kuaj që kërkonte mbreti. Më në fund i gjeti të 3, ashtu siç e kish marrë porosin dhe u kujtua të kërkonte me sy selvin. E gjeti dhe atë në mes të livadhit. Me majën e briskut shpoi në rrënjët e saj. Menjëherë shpërtheu një lume para. Ai spriti, po mbushi thasët, i ngarkoi mbi 3 kuajt dhe u nis drejt e te mbreti. Kur i doli para mbretit dhe ky pa kuaj të ngarkuar me para, u habit dhe pa e zgjatur ja premtoi të bijin për grua. E pyeti pastaj çfarë dhe sa pa i kërkonte. I riu u përgjigj: "I nderuar mbret, së pari kërkoj vajzën tënde për grua dhe për paj të mjapësh vetëm briskun tënd çudibërës." Mbreti pranoi dhe djali shumë i gëzuar u kthye në shtëpi bashkë me të bijin e mbretit dhe briskun çudibërës.